do më thonë Uhudin e din krejt se gjdo namaz i gjenazës shka falet është problemi sa kodra e Uhudit, kjo është diçka madhështore dhe ai shka e përcjelltet e varri është plus një kodër e Uhudit. Vish një ndërprerje kështu, në Mekë çdo namaz ki namaz xhenaze. Edhe në Medinë, edhe në Mekë, unë përpas plus shpërblimit në fundit, unë besoj se kohën e fundit nuk kum rastis nas një namaz pa xhenaze. Do më thonë, muj me thonë që një vjet veç një kindin dukët shka e pa ta fal pa xhenaze, për ndryshe gjithë krejt namazët shka falin në Mekë dhe në Medinë 99% janë krejt me xhenaze. Edhe mëngjesi, edhe dreka, edhe ikinia, edhe akshami, edhe jacia, sepse aty është normal sipas sunetit, nuk ban me vanu vorimin. Njëherë, po. Do me thonë, për pas shpërblimit namazit, që është shpërblim gjigant, 100.000, plus e kena edhe një mundësi, do me thonë, shpërblimin e namazit gjenazit që va falën tjerëve. A shpërblimit si e ceke, do me thonë hadithi për nga meri sa peshon krejt, kodra e Uhudit, sigur mi dhonë sadaka, do me thonë altan. La ilaha illallah, shpërblim për me shpërblimi.